يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatllin të nderuar, nuk ka pasur më herët në popull, njerëz, në shariat më hershëm që i jep vlerë më shumë se dini islam dietarëve. Se sa i jep vlerë dietarëve, njerëzve të dijes, dini islam s'ka pas më herët. Dini islam atë shumë i jep vlerë njerëzve të dijes, atyre që kanë dije, atyre që e njohin Allahun Azza wa Jall dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë shumë sa që Allahu Azza wa Jall edhe sure e emëroi edhe sure të Kur'anit që për ditë lexohet në rrezullin të kësur, ja vuri emrin Suratul Qalam, surja kaptina e lapsit. Allahu Azza wa Jall edhe emër të një sure, të një kaptine për 114 kaptinave të Kur'anit, ja vëri emrin surja ose kaptina e lapsit. Prandaj kur të shihni ato Allah Azza wa Jall sa njëri në rrezullin të kësur e lexon nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu i drejtohet nun shumë kuptime. Thot Allahu pasha lapsin edhe ajo çka shënohet. Këtu kur ju drejtohet Allahu Azza wa Jall këtu, më ju drejtu njerëzve se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i vërtet në ato që ka po thret, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është i çmendur, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ka ndjek rrugën e Zotit dhe ka i ban falënderim Allahut Azza wa Jall. Betohet Allahu në kënd, në lapsin dhe ato që shkruhet, në shkrimin, në dijen, Allahu Azza wa Jall betohet. Dhe kjo vazhdimisht ka me qenë duke u lezu në rrezullin të kësor deri pak para kiametit. Prandaj, kur të shikoni prap historinë, si kur i erdhi shpallja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur i erdhi shpallja, e keni pa në historise, Allahu Azza wa Jall shtyllë dinit islam është namazi. Por Allahu Azza wa Jall në hapat e parë, në fjalët e para që ja zbriti përmes melekut Xhibril, nuk i tha eqimis salah, falë namazin, nuk i tha në hapin e parë, as nuk i tha i pe zekatin, as nuk i tha lufton rrugën e Zotit, mbyti këta që nuk po e besojnë Allahun, as këto si tha, pa din selen një dha fjalën e parë, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Fjalën e parë ja zbriti lexo në emrin Zotit tënd i cili krijoi. Pa e drejni, këto e bëri Allah Azza wa Jall me treguese sa rëndësishme është puna e dijes, sa rëndësishme, e sa shumë është lënë anash prej umetit islam të Zotit. Fatkeqësisht, sa që ka njerëz në rrethet tona që na rrethojnë, që i shkon jeta, nështë ai ka lexuar një libër 2-3 jeta mi shku, dikujt asnjë heq. Edhe atyre që njifen të lezueshëm, atyre nështë i shkon edhe atyre viti, nështë s'ka qel, s'ka hap, s'ka përfundu libër. Prandaj Allah Azza wa Jall, për më na tregu neve se sa e rëndësishme është dija, kur ju drejtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i tha, wa kur rabbi zidni ilma. Nuk i tha, thojnë dietarët, sikur të kishte diçka më të çmueshme,
tek Allahu. Se dija, kishte me I thonë Allahu pejgamberit, thuaj o Zot mashtë qito. Thuaj, sikur të kishte pozita, o Zot mashtë pozitën. Sikur të kishte pasuria, o Zot mashtë pasurien. Por Allahu I u drejtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, tha thuaj, o Zot mashtë diturien. Sikur të kishte thënë dietarët, diçka më të çmueshme se dituria kishte mi thënë Allahu azza wa jall, që Allahu me jashtu atë. Ju keni me pa në literaturën islame se dietarët fuqahat thojnë me bomë të prek qeni me jargët e tij. Disa kanë thënë me jargë me trupe, s'po mbaj detajet më shumë, me rëndësi për më atletën. Shumica dietarëve të fuqahave të 14 hebeve thanë me të prek qeni me jargët e tij në teshën tënde duhesh me desh atë tesh se është ndyt jarga e tij. Është ndyt, duhet me desh edhe me pastru, me ton s'mund me u fol. Po thanë me ta prek të në hadith janë ardhë, po me ta prek enën. Dikush është I varfër, që thejnë e ka? Ja ka prek qeni me jargën e tij, duhet me pastru një 7 herë e 8 me dhe, me përzi edhe me dhe. Për me pastru mirë. Dhe shka falen për jargët e qenit. Ndërsa, Allahu azza wa jall, a di shka tha në Kur'an? Allahu azza wa jall në Kur'an tha, yes'alunaka madha uhilla lahum. Nëse ty o Muhammed, të pyesin njerëzit, se a thu, cilat ushqime bre janë halal? Cilat ushqime janë halal? Tha, kul, uhilla lakum at-tayyibatu wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah, fakulu mimma amsakna 'alaykum. Allahu azza wa jalla, po në pyetjen ty, se cilë është ushqimi që do të me hangër, thuj se ato të mirat janë halal për juve, por janë halal për juve edhe nëse ato kafshët që I kini për gjëti, si qeni, skefteri, shqipunja, edhe të tjera që përdorën për gjëti në mesin e tyre është qeni, që u përmen fukahat sot trishtushë me panën, me të prejtë jarga e ti, por këtu Allahu azza wa jalla tha, edhe nëse atë gjohin tënd e kap qeni me krejt që ka kështu ka I ndyt jarga e tij, por Allahu tha për shkak që ju e keni mësu qenin, I keni dhënë dije. Nëse e keni mësu, I keni dhënë dije, ka dije qeni, kur ta kap atë kafshën, mor edhe në mbyt krejt. Nuk pas ka problem, po lejoj ka me ngran. Ndërsa një qeni rrugëve që s'ka dituri, e kap një, më në kja ka për veti, edhe mbyt ti mja ka për dorës e ti, masi që e ka mbyt, s'lejot me hangër. Pse s'pu leje ka të ky? S'lejot se s'ko dije. Ndërsa të ky qeni, që pas ka dije, me krejt që ka ndyt jarga e ti, Allahu e bëri halal gjëtin e ti. Për çka? Për shkak të dijes që ka. Kjo tregon se dija ka vlerë jo vetëm tek njeriu insani, po ka vlerë edhe të krijesat e tjera që në shikimin e parë ato janë të ndyta. Prandaj edhe I herë për herave erdhi njëri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një hadith që sjell Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu të tjerë. Hadithi vjen prej Adi ibn Hatim at-Tai, I tha ja Rasulullah. Tha inni ursilu al-kilab al-muallama. Ona o I dërgumi I Zotit, I kam disa qenë që I kam mësu. I kam dresu, I kam mësu kanë dije. I kam qatata, edhe kur t'i lëshoj, tham bismillah, edhe del qeni. Tha, oj dërgumi I Zotit, tash ato që ka të mbjen qeni, a moj me hangërune? Pejgamberi alayhi salam, për dhe sonë e ku mësu, I kam dha dije. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha, haja ato që ka ta bjen ai. Tha, oj dërgumi I Zotit, po nëse aje mbyt krejt, tha edhe nëse mbyt krejt, tha, prap haje, të mbytur, e ka zonë leprin, qani shka ti ke dho dije, edhe nëse mbyt krejt të mbytur, ti të llogaritet të sofër, po s'është I sofër, edhe të mbytur nëse e bjen, apet lejot me ngran. Por tha I dërgumi I Zotit, me ngjoj që pejgamberi sa pelshan çështën qashtu. O I dërgumi I Zotit, e kam një sifa shtogë diçka çështu, s'ko moja, s'ko gjë, najherë e gjuj, e nëse e rroki naj lepë, naj diçka rroki me ta, e mbyti, a ban me hangër? Jo, tha, veç nëse zën të gjallë edhe thërë ban, për ndryshe, tha, ato nuk ban me ngron.
Apo e vrejni se Allah Azza wa Jall që shi dha, so i dha pozit edhe qenit si qen, gjëtis së ti, veç pse ka dije. Për ta, Allahu Azza wa Jall në Kur'an tha, ja ayyuhalladhina amanu, ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju që keni besu, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit të ti dhe udhëheqësisë suaj, ulil amri. Mirë po bindjuni Allahut, çka do të thotë? Urdhër nga ana e Allahut. Çka të vjen prej Allahut Azza wa Jall, nuk do të diskutohet. Po të miret edhe të praktikohet. Ama nuk diskutohet apo më pëlqen as më pëlqen. E para, bindjuni pejgamberit alayhis salam. Çka të vjen prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përderisa vërtetohet, saksohet rruga deri te ai, nuk diskutohet. Apo ta kop truni jeta ajo, nuk diskutohet. Por e tha i treti urdhër në këtë ajet, a di cili ishte? I treti urdhër wa ulil amri minkum, edhe atyre që kanë pushtet në dorë. Këto ka shumë kuptime. Por ato që e ka thonë si Ibn Abbasi, Ibn Gjeriri prej sahabeve, Hasan al-Basriu, Mujahidi prej tabiinve, a di çka thanë? Thanë ky ajeti, fundi i ajetit është dhe bindjuni njerëzve të dijes. Në ato kryesorët, bazat kryesore të dinit, mi u bind Allahu dhe pejgamberit, e shtoi Allahu bindjuni njerëzve të dijes. Çka tregon ky ajet? Ky ajet tregon për vlerën e njerëzve të dijes. Prandaj, njeriu i dijes duhet të respektohet. Njeriu i dijes duhet të nderohet. Njeriu i dijes duhet të jepet kulmi dhe sa ibadet mos më i bën. Atë që është e madhe çështja, atë që është e madhe për njerëzin e di, për njeriu e dijes, po e përmendni se po ta plan për më përmend, saqë dietarët islam thanë, atë shumë tekste që në fe, me ju bin njeriu dijes, me respektu, me nderu, me dha vlerën çka e ka ai, saqë thanë edhe sejdë me bë me i bën, sejdë si shtetë vetëm për Allahun, por me bë edhe sejdë me i bën, veç për nderim, thanë nuk del për dinit. Ke bo haram të në qafë, por për dinit nuk del. Pse? Se tekstet këtë flasin për respektin e njeriu të dijes. Nuk qyret ngjyra për njeriu në dijes. Nuk qyret vendi për ka ardhë, por qyret dia e ti që aje ka. Dia e ti. Prandaj tha pejgamberi alayhi as-salatu wasalam. Një hadith që e sjell Imam Ahmedi. Edhe El-Haythamiu ka thonë është hasan, por edhe Sheikhul Albani ka thonë është hasan. Një hadith që tha pejgamberi asam, lejse min ummeti, men lam yujille kebirana, wa yarham saghirana. Tha nuk është prej umetit tem, ai që nuk e nderën të moshuarin ton. Nuk është prej neve, prej umetit tem, ai që nuk e nderën të moshuarin ton, edhe nuk ka rahmet për fëmin ton. S'është prej neve, vazhdan hadithi, wa ya'rif li alimina haqqa, edhe s'është prej umetit tem, ai një umet tjetër. S'është prej umetit tem ai që nuk ja jep njeriu të dijes vlerën çka e meriton. Njeriu të dijes kadrin, vlerën, pozitën çka e meriton. Nëse s'ja jep, s'është i umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kështu tha pejgamberi, s'po e shpifi unë prej vetes. Prandaj nëse e shifni dikan që s'ka pik vlere, se nuk tek ai njeri, s'ka pik vlere njeriu i dijes, dije se ai veç figurativisht është në umetin e Muhamedit alayhi salatu wasallam, përndryshe ai nuk është i umetit Muhamedit. Kështu e tha vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj tha Allah azza jall, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Për meselet që ju ngatrohen, për meselet që ju bën vakia dhe në luftë heni, e zini kam jamojt, drejtoni tha njerëzve të dijes, aty në drejtoni dhe pyetni. Marrë dhe lufta nëse është në pyetje, drejtoni aty në dhe pyetni. Sikur të kishte ndonjë më të madh, më me vlerë tek Allahu, Allahu kishte më thonë shkoni pyet në çata, kur të këqitni. Po nuk e tha, por tha drejtoni njerëzve të dijes. Ka më shumë për të folur për këtë pikë, pa lënë për sot më kaq. Elusmi Allahun azza wa jall që të na fort në mëshirën. Lusmi Allahun azza wa jall prej njerëzve të dijes të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall në xhenet me pejgamberët, me njerëz të dijes atjetër në takon. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanëve kudo në botë që janë, Allahu të ndihmon, banorëve të Gazës, Allahu liri të ju sjell. Lusmi Allahun azza wa jall na fort në mëshirën, walhamdulillahi rabbil alamin.